Ishte 35 vjetori që i ka kaluar data në fakt, duhet ishte 2025, i shoqatës Shabëria, ishte edhe një riorganizim i shoqatës si që ka filluar në rethe, por shpëtimi Drizi me disa mercenarë që kam ledhur atje, biles po t'i shkoj ishi dhe më shumë, ka blokuar, nuk lejoj që të hyrë antarë të shoqatës Shabëria Vlorë, se ka sjell me vete këtë. Dhe të gjithë njerëzit janë të ndihmuar dhe ka shumë të tjera, atje dhe do ketë debate në sallë, por nuk pranon as kamera. Është që e vendiment privat tonë, nuk dëgjojmë të ketë dasëm, në njoftim thot antar të shoqatës Shabëria, pasi kishin janë 10-15 vjetë që nuk janë mbledhur fare, pasi i ka shkatruar të gjitha, i ka bërë monopol shpëtimi, ku doj që doj dhe nuk ka njeri që e voton. Këtë e pa mirë, shumë mirë në 11 maj. S'mori as 2000 vota shpëtimi Drizi, gjithë Shqipëria kanë abandonuar. Po këtu se ku ka gjetur ca që s'janë as sham atje, kam edhe mercenarët që i mban atje, ka dhe mercenarë. Ta mercenarët këtu jojmë na vjen keq, solli dhe policinë, shikoni ç'po bën. Ky është shpëtimi Drizi. Nuk të shpëton asgjë shpëtim. Çamë ta ka dhënë në 11 maj, të dhanë 2000 vota gjithë Shqipërisë që dha, dhe ata s'kanë qenë sham që të votuar. Prapi e hequr i baruar, nuk shpëton dot, gjithë copa i du dogana shje. Nëse ftesa ka qenë publike, cila është arsyeja pse nuk po i lejojnë sot që të hyjnë? Arsyeën e dinë ata mercenarët dhe policia që ka ardhur. Pse ka frikë, se ka 10 vjetë që e ka blokuar. Nuk ka lënë të bëjë zgjedhjet, po kërkojnë njerëzit të vazhdojnë zgjedhjet, të organizohen, të afrohen, të bëjnë të gjitha. Këta nuk pranojnë, këta dikush i paguan për ta shkrirë këtë punë. Kjo nuk ka ndodhur. Atje brenda ka debat tash. Vazhdo debati dhe nga njerëz të tjerë. Ai nuk ka lënë kamera të hyjnë atje. Ky është shpëtimi Drizi. Një llum, një pisanjos. Një rishitur. Jo më rishitur, ai s'ka s'din asiman, nuk ka. Ky është shpëtimi, ai du doganash, po ca që njeri.